është kapur një rast në Lushnjë ku një person i ofronte 500 euro në këmbim të votës dhe dyshohet në emër të Partisë Demokratike. Keni ju një koment për këtë? Po të garantoj mi për mi, kjo është si rasti i Belerit, kjo janë simulime, sepse është e tëra e organizuar nga Vlora Hysenaj dhe Ardi Veliu, kategoria e provokatorve që e din që fluturojnë atje ku e meritojnë pas datës 14, pas datës 11, thuja, dhe të garantoj që sa po të mësoj emrin e personit që ka marrë pjesë përjashtohet në mënyrë përfundimtare nga Partia Demokratike, se e përjashtohet si agent i shërbimit informativ kombëtar dhe i policisë kriminale, në qoftë se e ka bërë, në qoftë se është njëri që e ka bërë. Edhe në pyetjet fundit. E more besoj përgjigjen, po. Pra, ai që e ka bërë, unë do ta përjashtoj nga Partia Demokratike si njëri të rekrutuar nga Vlora Hysenaj dhe Ardi Veliu. Ku është vazhdon kjo në polici, po, se e kanë si ekspert sigurimit shtetit vjetër.